Dhe kalojmë njërë të vlerësimi ndeshjes. Unë fillimisht po them notat për disa prej lojtarëve kryesor të takimit, protagonistë të takimit, nuk janë gjithë këtu. Edhe në fund kemi një diskutim së bashku që secili nuk pas shive të veta dhe që kush mund Jepi. E nisim nga porta Tomas Rakosha, nota 4.5. Lojtari më i dobët i ndeshjes. Shumë fajtor, jo vetëm lutet ta mbarojmë totalin pastaj. Pasi do të analizojmë një investor. Ta mbarojmë pastaj do bëjmë analizë. Tomas Rakosha, nota 4.5. Lojtari më i dobët i ndeshjes. Shumë fajtor në daljen e tij në golin e Lewandowskit. E papranueshme në një finale historie dhe pas atij super sezonit që ka kaluar te Eku. Mara Mitej, nota 5.5. Një ndeshje jo në nivelin që na ka mësuar. Në pjesën e prapamjes, shumë pa siguri dhe në lojën sulmuese, jo Mara Mitej që ne gjithë njohim. Beraki Mishiri, nota 7. Ndeshje fantastike nga kapiteni ynë. Nuk i lën asnjë moment Lewandowskit që të jetë në kontakt me topin. Ardian Ismaili, nota 6.5. Futet pas shumë kohësh te Shqipëria dhe shkëlqen sërish. Krosimi për të Arber Hoxha ishte thjesht perfekt. Elsej Bysaj, nota 7.5. Mund të duket fajtor të goli i dytësuar, por ndeshja fantastike, si në sulm, ashtu edhe në mbrojtje, është për të duar trokitur. Kristian Aslani, nota 5.5. Në ndeshjen që prisëm më shumë prej tij, na ka braktisur. Asgjë për të kujtuar prej tij nuk të kujton as Interin dhe as Beşiktaşin. Dhe për më tepër ishte Zilinski, një tjetër lojtar i Interit, që shënoi golin e fitores të Polonia. Arber Hoxha, nota 6.5. Eroi për nxjerrjen e golit, por shumë emocione në rastet e tjera. Mund të bënte shumë më mirë në këtë ndeshje. Dhe për ta mbyllur, Nedim Bajrami, një rast goli i hequr do ta kujtojmë për të gjithë jetën tonë. Nota 5. Pra në të vlerësim është Tomas Rakosha, lojtari më i dobët i takimit me notën 4.5 dhe Bajrami me notën 5 dhe më pas Mara Mitej 5.5.